Shim mor. Hamleti. Aman mos e luj. Ishe në portret një aktor i keq. Super i keq. Me gjithë respektin si aktor që kam për ty. Qashtu? Sa e doshte, mërë burë kur e le dashnin? S'ka lidhja, më s'ka. Tjetë traftari më i madh që ka një. Lart Vasili ka tregu veten sot lojtari më i pist, më i poshtër, traftari më i madh i lojës Big Brother. Unë një muaj nuk flisja. Dhe kam qënë unë ai që e kam... Ka arritu ku është me gjithë dinamikat e krijuara vetëm nga Valbona. Unë ta thash pa ndodh kjo gjëja, këto gjë se bëj për të zënë me banën, që mos flitet më me banën as jashtë. Jetut o burri dhëp. Qite kuk me kuka, e pëse po kam fake. E pëse po kam fake. Aututa, ku e dashnia? Bëhe ti, jo nuk u tuta. Ti u tute. E ke shpritzu qike. E ke shpritzu qike, më së kuj mu. E ke shpritzu qike. Ti e ke shpritzu. Ja po të dashni, po. Ndyshe të ashtë më shku. Pa ju, se ke zgjat lojën. Ju ke mujt me ne, dy në një. Për s'ta ka mojt kjo mas. S'ta ka mojt kjo mas. Për lojë e shite. A e në dashnin e jetës për 100.000 janë? A me mirë dashnia e jetës sa 100.000 euro? Tani që neve na ka dalë goja mbrapa duke thënë që s'ka se vërtet të këtë shifri, na ka dalë goja mbrapa. Na qeshet pak kur drejtësia vendoset në vend. Që pashallo që shelun. Që Koko të pas kene me shteneruar, kapi kamerë. Se ti e që Lart Vasili, që se ke dash kur, asaj aty, e keni rajt një publik gjerë. Por ti shakave e ka dash fort. Herë një qash të fort, si gratë e këshia. Ka bërë fa pëlqimi. Po qash ki pëlqim, po që e të full. As të ku shumoj ke pëlqimi, as të ku pakoj ke. Ti thjesht nuk ke dashur kur të jesh një lojtar me Valbonën. Ti se ke dashur as njerë Valbonën. Ti nuk e pas as njerë ndjenjë për Valbonën. Se ti, po ti ishe një djalë, ose një zotri që e ke dashur të gocën, nuk ja kishe lëshuar dorën deri në fund. Ti ke sjell vetë historitë e tua këtu. Ti ke sjell vetë. Dhe kur unë kujtoj dikush që kam parë kohë. Jo, ti s'e përqetat. Ti e I qëndron koherent fytyrës së tij që ka 2 javë që është fytyra e një njeriu më të mërzitur në botë, më të trishtuar dhe më në hall në botë, që është dy lojtar në një me Valbonën. Laerti këtë reflekton me kilometra larg. Doje të përfaqësoje vetëm Laert Vasilin këtu brenda. Jo, ti nuk përfaqësoje më vetëm veten tënde. Ti duhet të kishe edhe te Valbona. Do I kisha patjetër. Nuk ka qenë asnjëherë dashuri. Kur ti e ke ofenduar, denigruar, masakruar këtë njeri, ke treguar që luan, në fakt të dy kanë luajtur. E ka tratu qiken, e ka prej bes, ka lujt me qiken, I ka thonë të dua. Fund t'ja futi, me dal ai idiot, me dal. Përpara se të vazhdojmë me komente, do të bëj diçka shumë të rëndësishme për të mos ndikuar nga banorët e tjerë në televotim, dua të mbyll zyrtarisht televotimin. Dhe natyrisht do doja që të respektonit fjalën e njëri tjetrit për të mos folur në kor. Gjesti, po e nis me ty. Syt poshtë, tratar. Po. Ti ishe strumbullari sepse Valbona dhe Laerti ishin një konkurent I vetëm. Po. Qysh atëherë kishe dyshimet e tua për raportin mes tyre, sot e kësaj dite I qëndron faktit që të dy kanë luajtur. Po, dy të kanë luajt, shumë e vërtet. Po ka një por. Po, ka njëri tjetër e ka qenë cili peçet I parë njëri tjetrin këtu brenda. Edhe po ky ka luajt më pest, Laerti. Pse ka luajt më pest? Se te dua, edhe I ke premtuar shikes, edhe në fund e qite kokë me kokë, unë kurse ku bë. Ti e ke bë. Jo unë. Okej? Edhe tën kohën e ke marrë ofër kur kom qit dy në ne, ke marrë ofër tën kohën, mos po tutet Valbona që po gabon, mos po del me naj zarvzi, tën kohën e ke marrë ofër çika, valla, edhe ke dashur më shumë. Thoj za ke dashur më shumë, se ti se ke dashur kur. Pëlqimi ka met 3 muaj ditë në vend. As ne, as këne, veç I ke fol. Premtimi ke dhon, te dua I ke thon, në fund e qite kokë me kokë, më valla shko.
Dhe të kuptu, une po do mi thonë Laertit që projme në fundi që tha, une e këshyri si motrën tem, motra dikuj nuk bën mu lëndu, loj krevatesh, ma gjujti mu këtë sen, dikur niva që Laerti kështë ftu Valbonën, hadet puthëm në sauna se s'ka kamerë. Nëse unë kum lujt në krevete, ti pas ke lujt në sauna, Laert. E të kuptu. Ose para që ti tërkon. Okej? Ke lujt kontradiktor. Na 1 minuti. Te dua dul video, te dua tu përqaf e sene, në fund e qite kok me kokja fut e qikës. Kështu që moje. 100 mjerë sens janë. Po veç mos e premto dhe mos e thuj te dua, se kjo është lujt. Ambarove. Po në rregull. Unë kom pas gabime. Po kom pas gabime në lidhje, gabime kom pas. Kesh koptime, ama kur me lujt, edhe kur si kom premtu, edhe kur si kom thonë, qas ndjej. Ti e më i miri botës. Tani, më lërë mua të përgjigjem. Gjesti nuk e kuptova, kur të kapi ty dhimbshuria për Valbonën? Për Valbonën gjithë. Ti ke marrë, do flasë unë tani se nuk të ndërpreva. Nuk të ndërpreva. Po flasë. Te qënë tia i, që shqetsoje Valbonën, dhe Valbona ka ardhë, më ka zgjuar nga gjumi, dhe më ka thënë shiko lajmëtarin tënë. Ka ardhur të kam thënë, Gjesti, të kam thënë gjë unë ty, ke thënë jo. I ke marrë fotografin e ëmbëlsirës, dhe a ke krisë në pishin, kur unë të kam thënë, po pëse s'më në të flasë, ja kam kërkuar logarin. Dhe i thanë, dhe të thanë, mosu tal, i ke marrë kapelen e tjatit, jetë talur, e ke veshur, kur ke qeni veshur me brek, jetë talur, dhe pa pritur, hipokrizia jote. E moment, kisni me radhë, ju lutëm. Duke parë temën, duke parë tematikën, qaj të nëzet, si shtua dhe ti, erdi mishi, u vërsullet e mishi. Po, unë edhe që parë të thash të kërkojnë djesë, po ti nuk dëgjon. S'ka gjë. Pra, Gjesti, hipokriti madh, tu je ti, që pa pritur, u ktheve dhe u bëre mik me Valbonën. Ti je hipokriti madh tu. Komenti fundit, o dasht, para se me dhonë atë fasane, që po du me dalë kok me kok, bene o dasht që ke dasht shiken, o dasht me thonë, a bën me taku 1 minutë Valbonën, që që ke thonë Valbonës që i kom pushtë të fështira, i ke thonë Valbonës që i kom pushtë të fështira. Unë s'kam që në format tjetër të dikto. Nuk kam marrë nga i format tjetër të dikto. Unë është ere parë në Big Brother. I ke thonë Valbonës e kom qëron, e kom banesen, ti nuk di këto gjëra. Nuk i di unë këto gjëra që thonë. S'di si të reagoj, unë reagoj në moment. Ti ke artë me formular dhe shty butona. O kryeministri Greqis, apo më letë foli. Dëgjo, mos tu e fjallë që si kupton. Kejti në angusht, dy fjallë me ndrume qikë me thonë, apo me den mu shtopore, apo me den mu shtopore, hade zemra falimin dhe, apo me le pojët mu, dhe u hodhe dhe nga muri, unë e përfitoj këtë bim, ty ta futa, edhe qau, pa dhe qau thuaj ati Eglit, që nga dita që doli Egli, kishe marrë një shishe lidh me spango dhe po eci e këtu në shpi. Erdi Egli këtu dhe të dha loj ty, nuk e kam rejtur asnjëherë, për kundra si e kam falur gjithmonë, dhe kam pranuar gjithmonë të rifillojmë njohjen tonë. Rozana, e ke quajtur një nga performancat më të dopta që ke parë ndonjëherë edhe nga Laert Vasili. Po, sepse ju desh shumë kohë për të dëgjuar shpjegimin që ju Ledion i bët këtij nominimi dhe kur tha për herë të dytë mbasi bëri atë lojën që nuk më pëlqeu, që më duk një lojë shumë e dobët e Laertit. Ta kam sqaruar dhe kam thënë, kam qenë shumë i sinqert. Po më pyet Ledioni. Se s'kam zë, po më pyet të përgjigjem. Po më lër të përgjigjem. Do me të lënë fal. Nuk e di, ke pyet ndonjëherë Valbonën ti për çfarë duhen Valbonës 100 euro, e ke pyet ndonjëherë Valbonën? Çfarë thuam? Ti e ke pyet ndonjëherë Valbonën për çfarë do t'i harxoj Valbona 100 euro? Nuk e di. Me që e ke dashur kaq shumë? Jo, se di. Se ke pyetur? Nuk e di. Se ndoshta ajo mund të ketë javë më të madh se tëndin. Ta ketë hallin më të madh se unë. Se ke dashur, prandaj se ke pyetur. Se po ta doje Valbonën, ti do bëje jetë gjë, jetë përgjigje. Ja të lutem. Po ta doje Valbonën, ti do të kishe marrë për dorë do fitoje. Të lutem za me xhiro. Po s'ke pyetur. Po pse thua s'ke qenë aty, nuk e ke pyetur asnjë. Po të doje ma thoje. Po të doje ma thoje. Po të doje ma thoje. Ti thua po jeni sa vestu. Jam shumë diskret si njeri. Unë jam shumë diskret si njeri. Nuk bëj pyetje të cilat nuk më përkasin. Ku je diskret? Shumë diskret jam si njeri. Ti ai që thua
I kam të zbuluar të gjitha. Jo, nuk i bëj pyetje të tjerëve. Po dëgjoj Rozanën, ju lutem, nga Ert Valbona, dëgjojmë Rozanën. E kuptoj, po, e kuptoj. Ledion, po për ti ta do mik i zëri fare. Duke qënë se Laerti sa për më përgjishë nuk e ka pyetur asnjëherë Valbonën për çfarë i duhet 100.000 euro, sigurisht nuk ka pasur o gjesti të lutem. O lërë më të që të po flasë për Valbonën tani s'di fare ku jetë ti. Ko tani më shumë biseda kot. Tregon që nuk ka pasur asnjëherë dashuri për këtë vajzë dhe nuk ka pas interes për ta pyetur se ku do shkojnë këto para. Ndoshta Valbona ka pas një hall më të madh. Inshallah nuk i duhen për hall, po e mendoj kështu, se gjithë që kemi ardhur këtu sigurisht që kemi ardhur për atë çmimin final. Por një njeri që më intereson do ta pyes drejt që e mori. Dhe një njeri që e dua, ose një njeri që dua ta njoh jashtë i them, dëgjoj Valbona, ne na ka zgjedh xhestit jemi një konkurrent i vetëm. Duke qenë se unë të kam premtuar për respekt familjarëve të tu, që dua të njoh jashtë, nuk po të kërkoj as të puth, nuk po të kërkoj as të kap me zor, nuk po të kërkoj as të bëj lora krevaki, të mbaroj. Po të them një gjë, të lutem të flas. Po nërë tani të flasë, nëse të dhëmë e vërteta ime është pun tjetër. Nëse ne jemi këtu për të luajtur, ti pëllojën tënde, unë të pëllojën time, me që jemi të dy. Kur të futemi në dhomë trofimit, ti zgjidh një lojtar për të nominuar, unë do zgjidh një lojtar. Ose, Valbona hajti këtu me mua, unë do shkoj me Valbonën deri në fund, se unë e dua, sa të shkoj unë, shkoj dhe Valbona, nëse fitoj unë ka fitu Valbona, nëse fitoj Valbona ka fitu unë. Kaqës. Ndërkohë, Jozi ti e ke quajtur Laertin si lojtarin me lojën më të pista ty brenda, apo jo? Atëherë, Laert Vasili e ka tradhtuar në mënyrën më të keqe këtë vajzë me ndjenjat më të sinqerta që nuk u ndalu asnjë ditë duke ja shpreh, të du dhe në fund nxori atë Laertin tradhtar në mënyrën më të keqe. Pra se pranova sfidën e vllajt të madh, u tregova tradhtar. Vetë se pranoj atë sfidën e vllajt të madh, më të paktës u desh nga momenti që doli nga dhoma e rekrutit, merri një vajzë për dorë dhe t'i thoje Valbona. Siç e morë ti për dorë Lorin, kur hyre në shtëpi dhe i the vazhdo vetëm i the. Po ka gjiko nga vetja. Ti bëre krejtësisht të kundërtën. Ti i the vazhdo vetëm dhe vazhdo javësh, na dole i dashuruar. Ma bëj hapo nga fytyra ime, se po flas me Jozin. Ti s'po na le të flasim. S'më le të përgjigjem Rosanin. Nuk më le të përgjigjem Jozin. Ti futesh këtu. Ti futesh këtu. Se po i Atëre, banor, e kuptoj që keni mendime shumë pasionante kur vjen si kam bërë zgjedhje që Laerti ka bërë, por në momentin që flisni të gjithë së bashku është e pamundur të deshifrojmë se ku fillon njëri dhe ku mbaron tjetri. Kështu që, pra, secili prej jush pati mundësinë që një llafazan që vjen rrotull në shtëpi kaq. Fliste, kështu që po kërkoj të mbaroj Jozi. Më të paktën u desh nga momenti që dole tek dhoma rrëfimit ta kapje këtë vajzë për dorë dhe t'i thoje Valbona, unë kam vendosur kështu. Të lutem, me kupto, kam nevojë. Unë te kam cilësu si pjesën time dhe të premtoj që jashtë do vazhdojmë siç kemi premtuar njëri tjetrin. Atë kam thënë që ditën e parë. Do vazhdojmë me miq dhe me shpirt. Që ditën e parë kur sa duat një Laertin. Që ditën e parë ja kam thënë që duat një Laertin. Sqarim, minimumin sqarimin nuk e kam bërë të sqarim. Po gënje tani prap, e kam bërë të sqarim. Mos më tund gishtin kohë. E kam bërë të sqarim te Lori Kafe. Mos më dil si bilbil dek ndek. Ti, nuk e bone sqarimin, minimumin sqarimin nuk e bone. Dhe unë do isha i pari që... Si sjarove ti Loredanën kur hyre brenda, që i the vazhdo për në shëndër. Kundra Valbonës dhe kisha thonë... Pra ti thua, bës ishte mund, po mos bëj si bëjun, thua ti. Minimumit e minimumit, ti nuk pa të ftyras guximit. Ti je për të thënë këshilla, bës ishte mund, po mos bëj si bëjun. Minimumit, faleminderit. Pra je ti njeriu që ishe shok me mua, dhe për gjysë more më deklarove armik. U fute në shtëpi, u bëre shok me mua, për hir të Valbonës tani, prap më thua tradhtar. Dëgjoj, ty dëgjua nga Top Albania Radio, kënga jote për Lorin, e ti gëzimin e ndave me Valbonën, gëzimin ti e ndave me Valbonën, me Lorin. Pra ti, thua, bës ishte muna, po mos bëj si shbëj unë.
Atëre, pra, një moment, nëse ti thua që Jozi thot bëj si them unë, mos bëj si bëj unë, i bje që ti e njësoj si Jozi, apo jo? Unë nuk jam fare njësoj si Jozi, Po e hetë kosh me të njëjtin argument. Jo, Ledion, nuk është kështu. Nuk është kështu. Nuk është kështu, Ledion. Unë kam ardhur... O s'venas me folë se t'ka ikpini, o Bob. T'ka ikpini. Mos e të proni, ju lutë, mos e të proni. Nuk ka mundësi, 7 veta këtu, do me thënë nuk e... A mos u viktimizot, Ani, të lutë. Zotin Erd Vasili. Zgjidhi një nga një t'ju përgjigjem. Faleminderit. Ti e ke thënë Erdi. Hajde, do më lësh përgjigjem. Faleminderit shumë që më dhe fjallën. Atëre, Ledion, unë këtu kam hyrë vetëm dhe në këtë garë dua ta bëj vetëm si që thash pak më parë. Po do tani ta bësh vetëm, kur t'u ofrua mundësia, mund t'i kishe zgjedhur ta bëje vetëm edhe në momentin që e more vesh ishe një konkurent i vetëm. Unë i kam thënë Valbonës, si që më ka thënë, që unë njeri më të afrë këtu në shtëpi përveç teje, nuk kam. Dhe në qovë se dalë... Ti, mua jo... Te sauna, ke qenë e shtrirë në sauna, duke qarë nga shtëpia, dhe unë kam ardhur bashkë me Olën, dhe më ke thënë në të shtëpi kam vetëm ty, dhe të kam thënë me Olën. Mos gënjo se s'ma në pastaj. Mos gënjo se s'ma në Ke gënyë. Gënjen ti. Jo, ti gënjen. Ti gënjen. Atere, bol. Si jam sinqert. Atere, e kam thënë këtë gjë. Dhe, kur është pjotur gjesti nga Daniela, i ka thënë Danielës, unë kam bërë bashkë një lojtar të dobët dhe një lojtar të fort. Se kush është lojtar i dobët dhe kush është lojtar i... A të kom thonë, Daniel? Po, dhe të ka thënë qashtu është. Daniel, kom thonë, një të fort në dobët? Qashtu është, na ke thënë të Lori Kafeja. Edhe kjo remse. Na ke thënë të Lori Kafeja. Ajde do dali gënjesh në të tua, po e shkani. Ajde do dali Na ke gënjesh në thënë të Lori Kafeja, mos gënje. Mos gënje. Tani, me që ka bërë një lojtar të dobët, le të shohin kush është lojtar i dobët dhe i fort. Dhe kush është lojtar i fort, okej. Dhe Valbonës, ja ku po ja them sërish, me gjithse prap më thot s'ke kërkuar ndjes, dhe kam vajt e do me rëfimit, po thash duku dhe qërol, dhe më shtyu, Valbona nuk është teatër, Valbona, dhe më thot gjëra që nuk i nje, nuk i nje gjëra. Ndërko, duat marrë dhe një koment të kërkojnë ndjes, po ti nuk erdhe të flistim. Duat të marrë edhe një koment të fundit nga... Më përmande motrën time, më përmande gjithë shka. Kuptove? Vetëm sharje më ke thënë. Duat të marrë dhe një koment të fundit nga Aldo, i cili... Aldo, më bën përshtypje fjalia jote, që është një fjali që i përbashkon të gjithë ose pjesën dërmuese të banorëve. Duke nisur edhe nga Rozana, e cila e gjithmonë ka qenë njeriu që është komentuar si një njeri afërt shumë me Laertin. Pra ti thua që ne e kemi thënë aq shpesh faktin që këta të dy nuk kanë asgjë të vërtet, asgjë autentike, asgjë reale, janë thjesht duke luajtur, duke bërë një lojë që do duhet ta bëjnë se s'kan ç'a bëjnë. Pse nuk ka dëgjuar Valbona, sepse i interesonte loja me Laertin? Po Valbona gjithmonë ka thënë Laerti është Laerti. Pyeta Aldo. Në sytë e mi gabimi është bërë para një muaj pothuajse, kur këta nuk kishin kartë tjetër për të luajtur dhe e rihapën dhe njëherë derën midis tyre. Do ishte shumë më ndershme dhe besoj do ishin më të qetë në ndërgjegje nëse nga nominimi 2-1 i Xhestit, ai nominim do i gjente në pozita shoqërore dhe si banor, dhe jo ta rihapnin dhe njëherë derën e dashurisë, po themi, që nuk... Ke qenë aty Aldo kur 4 orë kam bizetuar me Valbonën? Këta të dy në syrin tim, po besoj edhe pjesës më të madhe të shtëpisë. Filluan të ripajtoheshin dhe njëherë kur erdhën disa mesazhe në Big Love. Jo, ka qenë para mesazhe. Ne kemi pas gjithmonë mesazhe, Aldo. Aldo, kemi pas gjithmonë mesazhe. Po thua për ato mesazhe me PlayStation Vala. Po. Kështu që ishte mesazhi dëgjoze. Ne jemi pajtuar më përpara. Shpesh herë disa banorë ku Ledion marrin indikacione dhe lexojnë indikacione. Përgjoje diku tjetër atë. Po, është normale, është krejt normale. Atëherë, dua të dëgjoj pak mendimin e Arbit dhe Nedës sa i përket të gjithë kësaj situate. Arbi, po e nis me ty? Ledion, unë mendoj që
dështimi i këtij raporti erdhi si rezultat i mos krijimit me dashje të besimit nga ana e Valbonës. Në një pikë kur Laerti vendosi që në këtë garë të vendos që ky raport i cili mund të ketë sjell për Laertin brenda lojës penalizime apo mund të ketë ecur për mirë, vendosi që në këtë pikë të garës ta lëjë në dorë të publikut. Pra, kemi një raport i cili përfundoi të mos jetë i shëndosh, për shkak se çfarëdo që unë të bëj ti nuk po e krijon atë besim dhe unë mendoj që Valbona këtë gjë e ka bërë me qëllim. Pra që kjo gjë të zjas sa më tepër dhe për të shkuar një situatë pas zgjidhje ku dy të rritur nuk gjetën dot një rrugë bashkëpunimi për ta çuar lidhjen e tyre në një nivel tjetër, me pretekstin gjithmonë të këtij besimit që për hir të vërtetës mendoj që është vetëm për arsye të lojës. Nga ana e garës mendoj që veprimi që ka bërë Laerti është veprim i drejtë. Pse? Sepse këtë raport, i cili për hir të vërtetës nuk erdhi aty ku duhet, e la në dorë të publikut. Ai do të fitojë Big Brotherin dhe për të fituar Big Brotherin i duhet luaj vetëm brenda kësaj loje. Dhe duhet me rajt shikën, edhe duhet me rajt shikën, Mor, ty s'të intereson qika se jetall me qikën gjithkohë. Një moment e ka fjallën, atëre, banor, nuk pa gjeste, unë kokën kur flet me mua. A ka mundësi banor, gjesti, nuk pa dhash fjallën, e kishte fjallën Arbri, kur t'ma japun fjallën atëhere. Tani, një pyetje kam unë për Valbonën. Po. Valbona, çfarë premtimit ka dhënë ty Laerti që ti e konsideron se të ka përmbes? Arbri, unë para disa ditëve kam bërë pyetje dhe kam qëndruar shumë pranë Laertit, kam dashur të jam 100% tek Laerti, duke i bërë dhe pyetje që akuzonte Rozana her pas here. Të ripyetja dhe i thash, sa besim duhet të kem unë të këty sërish, duke marrë parasysh, çdo situatë ndodhur brenda këtu në shtëpi, çdo akuzë që është hedhur Laertit në raport me sjelljen e tij brenda në shtëpi me vajzat, me mua, sidomos me mua që tek Gerta më ironizonte, më shante, tek të tjerët paktën kështu më thonin dhe unë sërish besoja Çfarë premtimi të ka dhënë? Dhe i thash, a duhet të të besoj unë ty në historinë tonë dashurisë, në këtë marrëdhënie, nga 1 tek 10 dhe më tha 100% duhet besosh tek unë. A je i sigurt, Laerti, thash, dhe më ktheu të njëjtën përgjigje. Nuk jam përgjigju kështu. Atë ka premtuar ty Laerti që është i gatshëm ta djeg Big Brotherin e vet. Po 12, okej, nga 1 te 10, më ka thënë 12%. Strategu. Po prit, një moment, atëre Valbona, sepse nëse thyerja e premtimit konsiderohet fakti, se në asnjë moment nuk e kemi dëgjuar Laertin që të thot edhe sonte që unë nuk shoh asnjë mënyrë ose mundësi që ne të jemi bashkë. A i thotë që të mund të jemi bashkë jashtë a shtëpie nëse duam të jemi. Këte e kam thënë që në fillim. Ishte në 2 zgjedhje që i dha vllai i madh, që i tha, o do jesh me Bonën deri në fund, ose duhet të dalësh me Bonën nominim kok-kok. Po. Dhe të dalësh nominim kok-kok me vajzën që do në këtë shtëpi, ishte shokimi më i madh që mund të prisje nga një mashkull, nga Laerti, të dëgjoja që unë dua të dalë me Bonën kok-kok, dhe mesme edhe Bonës mund të iki Bona, sepse nuk besoj që Laerti e ka bërë zgjedhjen duke menduar që do iki unë dhe do ri Bona. Qartë, pra kjo është thyerja e besimit, thyerja e premtimit. Edhe unë nuk e di të ri, tu nuk kam mbetur shumë ditë, po megjithatë nëse Bonën e donte... Po ku e shef cili premtim kanë thyer? Ka thënë, edhe për Esurin brenda në Big Brother, do të jemi bashkë,
por edhe për raportin... Po pra ta dha mundësin, 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë, po ta dha mundësin për të afruar, ola herë ku duaj të kanë stafër, gjatë gjithë kohës, ke qenë e prirur më shumë t'jesh afër Jozit se sa afër Laertit. Faleminderit Arbër. Faleminderit Arbër. Tani, në ditën e 100, kuptove që Laerti është grua, që nuk pas ka asnjë lloj problemi, ti përmendim edhe të vdekurit. Po. Domethënë, si je pak... Fal, o Arbër, ti më ke dëgjuar kur... Doli në klip të dëgjuam të gjithë. Apo të po e përmend dhe ti... Yta që është në dhe i lëviz dheua, do ishte krenar për ty. Këtë ke thënë? Pastaj ke thënë për të tatë. Okej, le të mos ta hapim këtë se nuk përbuar. Thuaj të kthehet klipi. Shikoj klipin prap. Shikoj klipin përsëri. Ti thua fjalën e fundit të parën. Dhe unë të kam falur gjithmonë. Dhe në qoftë se s'kisha, o gazetare, nuk është emisioni jotë kë. Është Big Brother. Okej, kanë të drejtë të flasin të gjithë dhe të përgjigjen. Të kam respektuar më shumë se shduhet. A është krenar. Mos fon prap! Mos e përmend prap atë frazë. Atere, Valbona, e kuptuam që ti doje ta prekje, dëgjoj, se e kam thënë një herë këtë. Se erdhe më kape në fytyrë, se më në vizje këtej, se erdhe afër meje. Ju lutem, banor, se është e martë, ju lutem, dhe nuk e di pse të martën duhet të vërtasim. Po ja u them, nuk është një gjë e mirë nga goja e kujdo dalt, lërini të vdekurit me të vdekurit dhe mberuni me të gjallët, ju lutem, se nuk është normale, nuk e kuptoj me ju. Aq më shumë akoma, Valbona, aq më shumë akoma, dal nga goja jote që e ke vetë atë gjën mbi kurriz. Të lutem tani, unë e kuptoj rëndesën, po gjej diçka tjetër për ta akuzuar. Dhe për mua ditë rënduara shumë kanë qenë, unë ti përmendje maman që e ka akoma. Më fal. Po. Dhe për ta përfunduar të shkurtër, unë mendoj që Valbonës ju prish loja, Redion. Ju prish loja që në fillim të këtij programi me Laerti është Laerti. Sepse kur unë e pyesja nga kjo studio, për një qëndrim që e prisja ndryshe kur Laerti e kishte të gabuar, Valbona pretendon dhe Laerti është Laerti, pas një lloj arsyetimi, pas një lloj argumentimi. Kjo më bën të besoj unë që ti ke dashur që këtë raport ta sjellësh deri në këtë farë drejgjeje. Dhe kur e sjellën këtë farë drejgjeje që edhe kur duhet ta kundërshtoje, nuk e kundërshtoje, tani s'keqa kërkosh llogariti. Dhe vjen keq që të shprish loja e kësaj marrëdhënies për të ardhur deri këtu. E dyta ke shumë të drejtë që unë nuk e kam ruajtur gjithmonë Laertin. Për këtë nuk kam çfarë them. Ama nuk ka qenë asnjëherë loj Arbër. Po, kjo është diçka që Valbona i ka qëndruar që nga fillimi. Neda. Është shumë interesante të shohë se si në shtëpinë e Big Brotherit, pas kemi patur 4 shenjtorë që papritur u ka shpërthyer një dashuri jashtëzakonshme për Valbona Mhillin. Faleminderit. Edhe po e mbrojnë, edhe e kanë mbrojtur me kthetra këto 4 ditë njerëz që për Valbona Mhillin s'kan lënë gjë pa thonë as shtëpi. Dëgjoj s'e thon. Njerëz që s'kan lënë gjë pa thonë. Ti. Je koherent, ti je një dhe këtu përjashtoj Jozin që sigurisht e ka patur deri para 4 ditësh motër edhe shoqe, dhe 4 ditë Jozi nuk të kam pa në shtëpi as ta mbrosh, as ti gjendesh, ishe cepem cep. Vetëm sot ta tha Valbona që ty 4 ditë nuk të pash o vlla, mishë takova sot. Ajo që ke bërë ti Jozi dhe të gjithë ju aty që keni dalë dhe keni mbrojt Valbonën, është tipike e situatës që i hajt, pas i hajt mishi dikujt, shkoni aty për t'i ngrënë i kocë. Faleminderit. Ose për t'i lëpirë në i kocë. Po zemrajnë. Dakor, po qëndrimi i Laertit ka shi Valbonës, të duket okej, Neda? Shiko, Ledion, unë e thash dhe herë në shkuar pasi Laerti bëri zgjedhje. Mendoj që shumë e thjesht në këtë pozicion, unë t'i them Valbonës që Valbona kurse si nuk mund të pretendoj, nuk mund të kishte pretenduar diçka tjetër nga Laerti përpos zgjedhjes që bëri. Dhe kjo është gjëja më e thjesht për t'u thënë. Sepse nga aspekti lojës, edhe unë bashkohem dhe përsëris ato që thash herën e shkuar, mendoj që ka qenë veprimi më i rrezikshëm dhe më i guximshëm i këtij edicioni si lojtar. Faleminderit. Por, Laert,
Rrezikimi më babe çiti. Unë nuk dua të them fjalë të thjeshta për të thënë. Unë dua të them atë që mendoj. Dhe unë mendoj që ti duhet ta thuash dhe ta pranosh që atë natë me zgjedhjen që bëre, ti jo vetëm ndave banoren, lojtare nga ty, por ti u ndave nga Valbona dhe si njeri. Sepse ti e di shumë mirë që ajo zgjedhje do implikonte edhe shkëputje njerëzore që mund të vinte nga... Dhe e marrë të përgjegjësim i shpatullat e mia. Dhe marrë të përgjegjësim i shpatullat e mia. Është shumë e rëndësishme. Nuk e faj ti, Ola Ert. Nuk e faj fare. Je pa fajshëm. Je një ëngjëll. Që e ka shtëpia Big Brother VIP Albania 4. Ti je një ëngjëll i kësaj shtëpie. Valbon, të lutem. Laert, unë ta kam thënë disa herë, ti e ke qartësuar mënyrën se si e koncepton këtë garë për publikun. Ke thënë që kjo për mua është një jetë reale dhe gara është garë. Kam qenë unë ajo që të kam thënë, Laert, nuk fitohet dhe nuk shkohet larg kësaj lore pa u bërë pis. Mendoj që në këtë situatë, pavarësisht se e mbështes fort faktin që secili prej jush duhet jetë vetëm e ta çojë deri në fund këtë përvojë, unë e shoh që në këtë situatë je bërë pis. Dhe ajo që unë mendoj që duhet bësh është ta mbash, ti qëndrosh. Jo të bësh, as të bësh aktrime, as të jesh gjithmonë në mbrojtje, as të jesh gjithmonë në defensiv, për të dalësh ballhapur dhe të thuash. Mua situata me këtë vajzën, e cila në mënyrë përsëritse ka shprehur pamjaftueshmëri për ato që unë jap si djalë, atëherë nga ana tjetër nuk pranon që të qëndrojë, të ndahet nga unë, po tri tek e tek, nuk më pëlqen, nuk jam dakord dhe e thua si burr ato burridheu. E thua dhe i qëndron. Më fal, sapo e thash. Në bisedën me Valbonën i thash, ti s'më ke lënë të dua dhe s'ke besim. Gjithkohë i flet shtëpia dhe më kthehet mua. Dakor, po ju lë me njëri tjetrin, ju lutem më mbyllni lidhjen me shtëpinë. Gjithmonë kam qenë kurioz, pse pëlqejnë më shumë pisat se sa çunat e mirë? Asnjëherë se kam kuptuar asun. Çunat e mirë janë çunat më seksi që ekzistojnë. Ku? Janë çunat më pretenduese. Unë mendoj që e ka fari njëra i streti, që ka atë këngën je shumë i mirë, po je shumë pis, ajo na shkatroi të gjithëve. Vetëm pas pak do të zbulojmë nëse publiku preferon pisat apo jo në televotimin mes Valbonës dhe Laertit. I qëndrojmë narrativës, ju lutem mos ma nxirrni jashtë kontekstit këtë. Ishte një blok i tërë, po patët nerva ta dëgjonit. Ka publicitet, rikthehemi pas pak.